Në kuadër të informimit të qytetarëve për punën e institucioneve lokale, ne vizituam zyren në SHPK komunale në Tuzë që merret me mirëmbajtjen e hapësirave publike, gjelbrimin, drejtimin publik dhe pastrimin e mbeturinave, që nga 1 tetori drejtimin e kësaj ndërmarrjeje ka marrë Alvien Sinishtaj, i cili na tregoi planet dhe qëllimet e tij për periudhën në vazhdim. Përshtypjet e para janë të mira. Ndërmarrja ku kam filluar angazhimin tim, angazhimi im është u përcaktova për arsye se deshta të jap kontribut në vendin tim, të punoj me njerëzit tim, sepse pas një karriere relativisht të gjatë e pash se është nevoja të jap një lloj kontributit dhe këtu gjeta një staf të kualifikuar, të përkushtuar për punë. Sa i përket pjesës operative, aty kërkon një punë shtesë, një financim shtesë, që kjo ndërmarrje e cila është, mund të themi, e re, sepse u formua në vitin 2019, është normale që nuk mund t'i ketë të gjitha kushtet me të cilat ofrohen ato shërbimet e parapara me ligj. Shërbimet e parapara me ligj ato janë të definuara edhe me aktin e themelimit, edhe me vendimin për dorëzimin e punëve të kësaj ndërmarrje. Ato, siç e dim, janë të shumta. Ajo është mirëmbajtja e gjelbrimit dhe hapësirave publike, menaxhimi i mbetjeve, ndryshimi publik, transporti publik, mirëmbajtja e stadiumit të klubit futbollistik Deçiçit dhe të tjera. U diskutua gjithashtu për zonat me problematikën në menaxhimin e mbeturinave, për sfidat e përditshme të punonjësve dhe për nevojën e bashkëpunimit të qytetarëve. Kjo ndërmarrje i ofron të gjitha mundësitë të cilat duhet t'i ofrojnë që mos të kemi mbeturina apo mbetje, sidomos të krijojmë pika grumbullimit të paligjshme, që shohim se janë shumë më pak se viteve të kaluara, por prap ato ekzistojnë. Si duket, qytetarët janë jo aq sa është e nevojshme të informuar mbi shërbimet të cilat ne i ofrojmë, një pjesë tyre i ofrojmë falas. Një ndër temat kryesore të diskutimit ishte edhe për projektin To Zero Waste, i cili pritet të sjellë ndryshime konkrete në menaxhimin e mbetjeve dhe pastrimin e zonave problematike në komunën e Tuzit. Para disa ditësh erdhën në vizitë partnerët tonë nga Kroacia. Mund të them se edhe ata janë ballafaqsuar me parafërsisht të njëjtat sfida. Ngurimi i qytetarëve që t'i ndajnë ato, motivimi i tyre që të dajnë, se duhet ta kemi të qartë se riciklimi nuk është proces i cili as fillon as mbaron në ambisri. Sinishtaj fton të gjithë qytetarët të kontribuojnë me vetdije për ruajtjen e pastërtisë dhe gjelbrimit të mjedisit.